gjuhës shqipe, edhe pastaj do të ka kështu edhe defekt. A mund t'i shletojmë? Po, patjetër, e ka edhe defekt profesional kështu me pas një shkrim t'jashtëzakonshëm edhe pa gabime gramatikore. Atëherë e dim që s'ka pas as ChatGPT, kështu që do të ka qenë pak më e vështirë. Po gjithsesi këto është një kolazh i letrave të ndryshme që i ka dërgu familjarëve ndryshme, nonës time, vllaut, motrave e kështu me radhë. Pra është një album që ka shumë vlerë për krejt familjen tonë, edhe që her pas here i shfletojmë letrat edhe i kujtojmë të kohrat cilat i ka. Sa letra janë gjithsejt? Thatë 3 albume. Po tash babi ka qenë i burgosur diku rreth 10 vite, kështu që janë volumi është shumë i madh, sepse ka shumë letra që janë shkru. Ka edhe shumë letra që na kanë humbur gjatë kohës, për shembull gjatë luftës, është një grumbull i letrave që do të thotë i ka humb nanës gjatë asaj kohe, po gjithsesi kemi do të thotë 4 albume tilla, pra janë shumë letra, nuk e di kështu me numër sa janë, po është një numër kaq i madh. Ka ndonjë letër që të është dedikuar ty? Jo, unë kam lind pasi që babi ka dalë. Do me thonë. Bilet ka storje kështu kur kam qenë fëmijë edhe kur kanë komentu për letra, dhe unë kom thonë pse veç mu s'm ke shkruaj letra. Ke shkruaj motrave, vllaut. Shqyr që s'pas ka shkruaj ty. Po i bjen me thonë shqyr. Ashtu i bjen, po do të ka letra ndryshme, ka për aqë. I ke lexuar të gjitha? I kam lexuar të gjitha me shumë kujdes. Disa herë, edhe me vërtet janë letra që na sjellin emocione shumë dhoja si familje, edhe po tregojnë shumë edhe për një kohë cilën ka kalu Kosova dhe populli jonë. Do të thotë babi është veç një prej shumë burgosurve politikë që kanë qenë atë kohë. Edhe biles e kam edhe kështu një projekt personal që do ta bëj në të ardhmen, një ekspozit me letra të tilla, ku pastaj do të munduhem që t'i mbledh letrat. Ekspozit me letra të burgosurve tjerë gjithashtu. Më thonë një grupi. Në nivel vendi, po. Që mandej edhe të punojmë që të arkivohen letrat e tilla, sepse unë e thash... Ndoshta do t'ishte mirë të digitalizohen. Unë i kam digitalizuar këto të babit, të gjitha, po mendoj që në për familje, në për Kosovë, ka gjithë do të të storje të ndryshme që kishte me qenë mirë që në arkivën e shtetit tonë të jenë të deponuara këto letra, sepse janë faktet gjallat historisë fundit Kosovës, edhe do të të tregojnë historinë në një formë shumë ndryshe, në një formë shumë personale. Jam kureshtar me ma lexu një prej tyre. A mund ta përzgjedhësh njërën që të shohim se çfarë ka shkruar atë? Po, ka një diçka shumë interesante që mendoj që ja vlen me nda është që shumica e letrave, sidomos për fëmijë, do të thotë për vllaun tim, mentorin, motrën, Teutën edhe Meritën, kam përfundu me disa fakte nga historia e Kosovës, historia e Shqipërisë, edhe nga, do të t'ja u ka përmirësu gabime drejt shkrimore, që ata i kanë pas letra që i kanë dërgu të babi, kështu që gjithmonë ka qenë edhe një mini leksion mranda se cilës letër. Unë e kam përzgjedh letrën që ja ka dërgu motrës. Okej, në qëfar kohë, në qëfar viti i ke datën, sepse po e shoh që janë zarfat, datat, është shumë e disiplinuar diçka. Kjo është në Zenic, pra në burgun që ka qenë babi në Bosnjë, në Zenic me 18 maj 1986. 1986. Kjo është do të të... Po i bie tani thuja se 20 vjetë. Po, para 20 vjetë ka qenë që ka shkru këtë letër. Hajtë ta ndëgjojmë. Edhe është, pra, e dashura Merita është motra ime. Besoj se letrën që kam shkruar Ilmijës, Ilmija është nëna, e keni marrë dhe deri më tash e keni kuptuar atë që ju kam shkruar edhe ju të tjerve. Më vjen mirë që e pas ke lexuar librin, jam bir i popullit tim, dhe se pas ke kuptuar si duhet. Po ashtu, është mirë që edhe mësimet në shkollë po shkojnë si duhet. Nxënësi i mirë duhet punuar e luftuar për dituri atë sa më të madhe, pa marrë parasysh se çfarë notash i shënojnë arsimtarët në ditar. Ti duhet të jesh e tillë që çdo gjë ta mësosh me vëmendje e si duhet, e jo ta mësosh sa për të marrë një notë të lartë. Duhet të arrish dituri sa më shumë krahas rritjes sate të shpejtë. Mentorit, vllaut, ai është më i vogli, pasi që është më i vogël se ju, i shkrova që të lexoj më shumë, e ty po të them që krahas leximit të punosh pak më tepër në shtëpi, pa bërë fjalë, sepse ke kohë edhe për ta ndihmuar Ilmijen pak më tepër në disa punë. E kur të vijë në shtëpi, besoj se të gjitha punët tjera kanë për t'u hequr, e ke për t'ju kushtuar vetëm mësimit. Edhe pse të shkrova për punë shtëpiake, çështja mësimore, shkollore duhet të mbetet e dorës së parë.
duke të njohur ty se sa